Emri im është Elira dhe historia që dua të ndaj është një histori dhimbje, zhgënjimi, por edhe forcë. Unë jam rritur në një qytet të vogël në veri të Shqipërisë, në një familje të zakonshme, ku jeta rrotulloi rreth punës së përditshme, respektit për njëri tjetrin dhe ëndrrës së madhe për një jetë më të mirë jashtë vendit. Burri tim, Artanin, e njoha në shkollë të mesme. Ishte një djalë i qeshur dhe ëndra të mëdha. Fliste gjithmonë për jashtë, për Anglinë, ku kishte disa kushërinj. Atje njeriu punon, lodhet, por ka kuptim. Nuk rri gjithë ditën duke pritur te kafja e lagjes. Më thoshte shpesh. U martuam të rinj, unë isha 22 vjeç, ai ishte 25. Ishte një martesë me dashuri, por edhe më shumë vështirësi ekonomike. Jetonim në një apartament të vogël të marrë me qira. Të ardhurat e tij nga puna si murator ishin të pakta dhe shpesh nuk mjaftonin për qira. Ushqimet e aq më pak për ndonjë kursim. Kur linda djalin ton të parë, jeta mori një tjetër ngjyrë. U bëm prindër dhe megjithse çdo ditë ishte e vështirë, prania e atij, fëmia na mbushte me forcë. Por realiteti ishte kokfort. Çdo muaj ishim duke numëruar lekët, duke pritur borxhet e radhës, duke menduar si do t'ja dilnim, dhe kështu nisi të lindte tek Artani ideja e vjetër e emigrimi. Ishte dimri i vitit 2019. Një mbrëmje u ulëm në kuzhinë dhe Artani me fjalët që e dija se do vinin një ditë: Elira, nuk mund të vazhdojmë kështu. Duhet të iki, nuk ka rrugë tjetër. Unë e shikova gjatë me zemrën që më rrinte fort. E dija që do të më linte vetëm me djalin. E dija që do të përballesha me ditë të gjata pa të. Por e dija edhe që ndoshta ishte e vetmja mundësi për të dalë nga varfëria. Po si do shkosh? E pyeta. Ai uli kokën. Do të provoj me gomone. Ka një grup që nise nga Franca. Ka marrë vesh gjithçka. Është e rrezikshme, por është mundësia ime. Lotët më mbushën syt. E dija që çdo ditë që kalonte në Shqipëri ishte një ditë e humbur për ëndrrën e tij. E dija se nuk mund ta ndaloja. Dhe atë natë e përqafova dhe i thash: Shko, vetëm ktheu një ditë, mos na harro. Kur ai iku, shtëpia ra në eshte. Djalin e vogël e vija në gjumë dhe shpesh qaja në eshtje pranë tij. Netët ishin më të gjata se kurrë. Çdo telefonat nga Artani ishte një rrezë shprese. Jam mirë, jam në Francë. Do ta kalojmë shpejt kufirin, më thoshte. Disa herë nuk më shkruante me ditë të tëra. Shpirti më dridhej, çdo trokitje dere më dukej sikur ishte dikush që vinte të më sillte lajmin e keq. Por pas disa javësh më erdhi mesazhi që më shënoi. E kalova, jam në Angli, jam gjallë. Ai mesazh ishte si një frymarrje e re për mua. Por realiteti në Angli nuk ishte as pak i lehtë. Mos u shqetëso, jam mirë, po flej në një dhomë me 7 veta të tjerë, po gjej punë. Në Shqipëri, unë përballesha me një tjetër realitet. Fëmijët pyesin: "Ku është burri?" Po të sjell ndonjë gjë nga jashtë? Në fillim u thosha: "Është mirë, do na marr shpejt." Po koha kalonte dhe nuk kishte asgjë konkrete, vetëm shpresa dhe fjalë. Djali filloi të rritej. Nga 6 muajsh u bë 1 vjeç. Çdo ditëlindje, çdo festë, çdo natë me temperaturë e me lotë, isha vetëm. E dija që Artani ishte në përpunë të rënda, në ndërtim, shpesh pa pagesë të rregullt, e ndjeja zërin e tij të lodhur kur fliste në telefon. Një natë më tha: Elira, këtu është ferr, ftohtë, lodhje, njerëz që të shfrytëzojnë. Po mbaje veten,
unë nuk jam këtu kot. Do ta bëjmë bashkë këtë jetë, do vi dita që do t'ju marr me vete. Atë natë fita me zemër të qetë. Ishte hera e parë që më dukej se ëndra po merrte formë. Por njerëzit nuk ndalnin së foluri. E more vesh, Artani s'është mirë. Thonë se po merret me punë të pista atje. Shtëpi bari, nuk është e pastër. Fjalë të tilla qarkullonin shpesh. Unë i injoroja, por brenda vetes më ndiqnin. Çfarë të bëja? A duhet ta besoja burrin tim, që më thoshte çdo ditë jam në punë, jam duke u lodhur për ju, apo duhet ju jepja të drejtë thashethemeve? Nëna ime më shinte shpesh të menduar dhe më thoshte: mos i dëgjoj njerëzit. Kushdo që është jashtë, do e gjej një mënyrë për ta njollosur. Ti shiko fëmijën tënd dhe bëj durim. Për muaj të tërë, çdo ditë diku njësoj, unë me djalin në Shqipëri, ai me netët e ftohta në Angli. Por shpresa ime gjithmonë aty, ai fliste për letra, për dokumenta, për ditën që do të vinë t'ju merrte. Vetëm pak durim. Elira, do t'i bëjmë letrat dhe ju marr me vete. Këto fjalë më mbanin gjallë. Çdo natë, para se të mbyllja syt, imagjinoja ditën kur do të zbarkonim në Angli, kur djali do t'i hidhej në krah. Kjo më jepte forcë të vazhdoja. Por nuk dija se jeta kishte përgatitur diçka krejt ndryshe për mua. Ditët kalonin dhe jeta ime në Shqipëri dukej sikur ishte ndaluar në vend. U rrisja fëmijën tonë, tashmë 2 vjeçar, duke mbajtur të njëjtën rutinë monoton. Çohesha herët, përgatisja mëngjesin, merresha me punët e shtëpisë dhe e çoja vogëlushin në park, aty ku dhe vetë përpiqesha të gjeja pak shoqëri tek nënat e tjera. Por brenda meje kishte një poshllëk që vetëm burri im mund ta mbushte. Çdo natë e prisja të më telefonante nga Anglia, të më tregonte si kishte kaluar dita, të më fliste për të ardhmen, por telefonatat po bëshin gjithnjë e më të rradha dhe gjithnjë e më të shkurta. Në fillim, ja justifikoja, puna e lodhur, është i zënë, ndoshta nuk ka para për të folur gjatë, por më pas fillova të ndjej se nuk ishte më ai njeriu i një viti më parë. Dikur më fliste me orë të tëra, më tregonte çdo detaj, më premtonte se shpejti do më thriste bashkë me fëmijën. Tani përgjigjet e tij ishin të ftohta, të shkurtra, si një detyrim më shumë se sa një dëshirë. Fëmia im, që tashmë kishte mësuar të shqiptonte fjalët e para, çdo herë që dëgjonte zilën e telefonit, vraponte me shpresë se ishte babai. Babi, babi, thëriste me gjithë shpirt, dhe kur e dëgjonte zërin e tij nga larg, gazëlleje aq shumë sa dukej sikur e kishte aty pranë. Unë e shikoja me lotët, më rrithnin pa kuptuar. Nuk doja që voglushi im të ndjente mungesën, por ajo mungesë ishte e madhe, e rëndë, e ftohtë. Ndërkohë, njerëzit nuk më linin rehat. Në lagje gjithmonë gjej ndonjë mikesh që e dinte gjithçka dhe kishte detyrë të ta përlaste në fytyrë. Po mirë moj, çfarë pune po bën burri hyt atje? Më thoshin me nënqeshje. S'ke këtu gjithë ata që s'kan letra, vetëm te shtëpitë e barit punojnë. Unë ndjesha sikur më godisnin gjoksin. Nuk doja të besoja se burri im ishte futur në rrugë të gabuar. Ai më kishte thënë se punonte në ndërtim, se edhe pse ishte i vështirë, do qëndronte me dinjitet. Por njerëzit, me gjuhët e tyre të mpreta, po ma elmonin shpirtin. Edhe mamaja ime, që e donte shumë dhëndrin, filloi të më thoshte: Bia ime, nuk dua të mërzis, por më duket e të çuditshme që s'të tregon më shumë. Kujdesu për veten dhe për fëmijën. Mos harro se jeta vazhdon dhe këtu. Unë nuk dija ç'të mendoja. Shpresoja që gjithçka ishte thjesht thashethem. Se burri im ishte i pastër, se po sakrifikonte për ne, por në fund të zemrës një zë i vogël më pëshpëriste se diçka nuk shkonte. Një ditë mora një telefonat nga një kushërir i ynë që jetonte gjithashtu në Angli. Ishte një djalë i ri, i sinqert
dhe i afërt në familjen time. Ai më foli me një ton të ngadalshëm, të kujdesshëm, si të mos donte të më thyente. Dua të them diçka, thaj. Ndoshta nuk është vendi im, por mendoj se duhet ta dish. Burri yt këtu ka bërë një martesë me një grua angleze, jo se e dashuron, por thot se e bëri për letra. Unë beta pa frymë, më ra telefonin nga dora. Fëmia më shikonte me sytë e tij të pafajshëm, pa e kuptuar çfarë po ndodhte, ndërsa unë ndjeva se gjithçka u shëmbi mua. E dija që emigracioni është i vështirë, e dija që burrat shpesh bëjnë gjëra që nuk i tregojnë, por kurrë nuk do ta kisha menduar se ai do të martohej fshehuarzi pa më thënë asgjë. Kur e ballafaqova në telefon, ai u përpoq ta justifikonte. Bëra martesën vetëm për letra, nuk ka asnjë ndjenjë aty. Është mënyra më e shpejtë që të rregullohem e pastaj t'ju marr ju. E bëra për të mirën tonë. Por fjala martesë më diqte si zjarr. Si mund ta quante një gjë të tillë thjesht një formalitet? Ai kishte firmosur, kishte bërë betim, kishte lidhur jetën e tij me një tjetër grua, ndërkohë që unë e prisja këtu, duke arritur fëmijën tonë, duke u përballur me gjithë gjykimet dhe dyshimet e botës. Pas asaj dite gjithçka ndryshoi. Unë nuk isha më e njëjta. Zëri im nuk kishte më ngrohtësinë e dikushme, as shpresën që e mbante gjallë. Lidhjen tonë, kur ai më telefononte, unë përgjigjesha ftohtë, më pak fjalë. Zemra ishte e thyer, por edhe e mbushur me një lloj krenarie që nuk do më lejonte të isha më viktim. Ai filloi të sillte gjithnjë më pak para. Dikur çdo muaj dërgonte shuma të konsiderueshme që më ndihmonin të mbaja shtëpinë, të kujdesesha për fëmijën. Tani ndihma financiare po binte ndjeshëm dhe justifikimet e tij ishin të pafundme. Puna nuk është më e njëjta. Shpenzimet janë të larta. Letrat ende nuk kanë dalë. Në fakt, nuk ishin vetëm parat që mungonin. Mungonte vëmendja, mungonte dashuria, mungonte respekti. Kishte raste që nuk më shkruante me ditë të tëra, e kur e pyesja, përgjigjja e tij ishte gjithmonë: kam qenë i zënë. Fëmia tashmë kishte mbushur 3 vjeç. Ishte bërë një djalë i zgjuar dhe i dashur, që çdo ditë më jepte forcë të mos dorëzohesha. Por edhe ai filloi të ndjente mungesën e babait. Kur shikonte prindrit e tij tjerë në park, më pyeste: mami, pse babi im nuk vjen? Këto fjalë më thyenin shpirtin. Nuk dija si të shpjegoja një fëmije të vogël se babai i tij kishte zgjedhur një tjetër rrugë. I thosha vetëm: babi po punon fort për ne. Një ditë do të vijë. Po brenda vetes e dija që ajo ditë nuk do vinte më. Familja ime, sidomos mamaja, e kuptoi që diçka nuk shkonte. Ajo më tha me shumë dhimbje: bia ime, burrat shpesh e humbasin rrugën kur janë larg, por ti nuk duhet të humbasësh dinjitetin. Je nën, je grua, ke përgjegjësi për jetën tënde dhe të djalit tënd. Këto fjalë më dhanë forcë. E kuptova se nuk mund të mbaja më gjallë një lidhje që ishte vetëm në emër. Ai kishte bërë zgjedhjen e tij, pa më pyetur, pa më respektuar, pa më dhënë të drejtën e së vërtetës. Unë duhej të bëja timen. Në eshtje, vendosa që zemra ime nuk do ishte më peng i premtimeve të tij të zbrasta. Nuk ishte e lehtë, nuk ishte një vendim i menjëhershëm, por ishte një proces që filloi atë ditë që mora vesh të vërtetën e martesës së tij në Angli. Koha kalonte dhe çdo ditë më dukej më e rëndë se tjetra. Marrëdhënia ime me burrin që dikur e shija si krahun tim të djathtë, ishte kthyer në një varg telefonash të rralla, ku fjala dashuri nuk ekzistonte më. Zëri i tij në anën tjetër të linjës nuk më jepte më siguri. Përkundrazi, më shtonte bëshllëkun që më mbyste çdo natë. Fëmia tashmë ishte 3 vjeç dhe gjithnjë e më shumë fillonte të kuptonte gjërat rreth tij. Shikonte të tjerët në çerdhe,
si i merrnin pritit bashk, nga dora, si baballarët sillnin lodra ose i hidhnin me shpatua me gaz. Ai më pyeste shpesh: "Mami, kur do vi babi im? Pse nuk më merr dhe mua në shtëpi?" Unë i buzëqeshnja, por brenda meje ndihesha si po vdisja pak nga pak. Nuk doja që fëmia im të ndjente mungesën, por mungesa ishte aty, e madhe, e dhimbshme, e pamohueshme. Në fillim, kur më kishte thënë që u martua vetëm për letra, e lash veten të kapesha pas një fije shprese. Ndoshta po thot të vërtetën. Ndoshta është thjesht një formalitet. E doja aq shumë sa doja ta besoja çdo justifikim. Por realiteti s'mund të fshihej. Nëse më parë dërgonte shuma të mjaftueshme për të mbajtur shtëpinë, tani dërgonte gjithnjë më pak. Ndonjëherë kalonin muaj të tërë pa më dërguar asgjë. Kur i kërkoja llogari, përgjigjet ishin të thata. Puna nuk është më mirë si dikur. Ka shpenzime të tjera. S'më kupton dot ti nga këtu. E ndjeja se po më largohej, jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Ai burri që dikur më premtonte një jetë të re, tani nuk më jepte asnjë premtim, asnjë plan, asnjë fjalë shprese. Në një qytet shqiptar gjithçka merret vesh shpejt. Tashethemet ishin bërë të padurueshme. Gratë e tjera filluan të më shikonin me mëshirë, si të thoshin: "E gjor, burri ja bëri rengun." Kishte edhe nga ato që ma përplasin në fytyrë. Ç'të thash unë? Ata që ikin me gomone, shumica përfundojnë në punë të pista. Po ç'pret më prej ti? S'të ka lënë veç për letra, se burrat nuk rrin kaq gjatë pa gra. Unë e urreja këtë gjykim publik. Më duke sikur po më gjykonin jo vetëm mua, por edhe fëmijën tim. Më vinte keq për mamin tim, e cila çdo ditë duhet të dëgjonte gjuhën helmatuesur të njerëzve. Ajo mundohej të më jepte forcë, por unë e shija në sytë e saj dhimbjen e madhe që mbante brenda. Edhe pse gjithçka më thoshte se lidhja jon kishte marrë fund, unë bëra disa përpjekje të fundit për të mos e humbur familjen. E luta të flisnim më shpesh, i propozova që të gjenim një zgjidhje për të ardhmen. I thash se do të prisja edhe disa muaj derisa të merrte letrat. Por ai gjithnjë gjente justifikime. Shpesh herë bëhej nervoz në telefon dhe më akuzonte mua: "Ti s'di të më kuptosh. Ti më bën presion. Jam në hall me punën këtu dhe ti mendon vetëm për vete." Deri atëherë kisha menduar se unë isha ajo që po vuaja, por kuptova se ai po përpiqej të më hidhte fajin, sikur unë isha arsyeja pse gjërat nuk po funksiononin. Një mbrëmje, pas shumë telefonatash të tensionuara, e mora guximin dhe i thash: "Dëgjoj, unë s'mund të jetoj këtu më. Ke bërë një martesë tjetër pa më thënë. Ke fshehur të vërtetën nga unë. Tani as nuk dërgon para, as nuk je pranë meje dhe fëmijës. Çfarë pret nga unë? Të rri këtu gjithë jetën në pritje të një njeriu që s'di as vetë çfarë do?" Ai jeshti për disa sekonda dhe pastaj tha: "Ndoshta është më mirë të ndahen rrugët tona. Unë këtu kam krijuar një tjetër jetë. Ti je atje, unë jam këtu. Nuk funksionon më." Ato fjalë ishin si thik në shpirt, edhe pse i kisha parandjer, kur i dëgjova me gojën e tij, u ndjeva sikur toka u hap nën këmbët e mia. Për disa minuta nuk fola dot. Vetëm dëgjoja frymarrjen time të rënduar. Pas asaj bisede, gjithçka mori fund. Nuk kishte më telefonata të gjata, nuk kishte më premtime, nuk kishte më shpresa. Zyrtarisht nuk kishim bërë ende ndarje ligjore, por në zemrat tona gjithçka kishte mbaruar. Më duhet të përballesha me realitetin si një nën e vetme. Ishte e vështirë të pranoja se pas gjithë atyre sakrificave, pas gjithë viteve të pritjes, pas gjithë neteve që kaloja me lot në sy, ai kishte zgjedhur një tjetër rrugë. Fëmia im i pafajshëm ishte viktima më e madhe e kësaj historie.
Ai vazhdonte të më pyeste për babain e unë çdo herë duhet i shpikja justifikime për të mos ia thyer zemër. Shpesh i thosha, babai po punon shumë larg, një ditë do të vitë të shoh, por në zemër e dija se ajo ditë nuk do vinte më. Megjithatë, në mes të gjithë kësaj dhimbje, fillova të ndjej një forcë të re. Kisha fëmijën tim, kisha familjen time që më qëndronte pranë, kisha dinjitetin tim. E kuptova se nuk doja të isha më viktime një historie të hidhur, po ai kishte zgjedhur të më tradhtonte, të më linte, por unë do të zgjidhja të ngrihesha mbi këto plagë. Fillova të kërkoj punë, të merresha me aktivitete që më jepnin ndjesi se po ecja përpara. Nuk ishte e lehtë në Shqipëri, sidomos për një nënë të vetme. Por çdo ditë që shikoja buzëqeshjen e fëmijës tim, më jepte arsye të mos dorëzohesha. Pas ndarjes me të, ditët e para ishin si të zgjohesha në një shtëpi bosh, ku çdo gjë më dukej e huaj. Edhe pse shtëpia ime kishte pa ato mure, pa ato mobilje, çdo cep më kujtonte pritjet, shpresat dhe lotët e derdhura në eshtje. Kishte momente kur më duke sikur ende do merrja një telefonat prej tij, apo një mesazh të shkurtër ku të më thoshte, më mungoni, por ato nuk erdhën më kurrë. Fëmia im, tashmë 3 vjeç e pak, ishte pasqyra e dhimbjes dhe e forcës ime. Ai shpesh pyeste, mami, pse babi nuk vjen? Pse babi nuk më çon në park si baballarët e tjerë? Në ato momente më thye zemra. Nuk doja që ai të ndjente bashllëkun që ndjeva unë, i flisja me kujdes. Babi është shumë larg, po ai të do shumë. Një ditë do të jemi bashkë. Edhe pse brenda e dija që e vërteta ishte krejt ndryshe, nuk kisha forcë t'i shkatërroja pafajësinë. Jeta në Shqipëri nuk është e lehtë për një nënë të vetme. Fjalët e njerëzve më ndiqnin kudo, në lagje, në dyqan, për dasma e morti. Gjithmonë kishte një vështrim të mpret, një fjali të hedhur nën tekst, e la burri. E gjor, po rrit djalin vetëm. Ai në Angli i bëri jetën e vet. Në fillim më lëndonte shumë, më duke sikur isha ekspozuar ndaj një gjykimi të vazhdueshëm. Por ngadalë mësova ta mbyllja veshin, kuptova se njerëzit flasin gjithmonë dhe në fund askush nuk jeton dhimbjen time përveç meje. Kur mbeti më pak ndihmë financiare, nga ai e kuptova se duhet të mbaja familjen vet. Fillova punë në një dyqan rrobash ku pagat ishin të ulta, por të paktën isha e zënë. Punova edhe pasdite, duke bërë punë shtëpie për të tjerët. Çdo pound që dikur vinte nga Anglia, tani duhet ta nxjija vetë me djers. Ishte e lodhshme, por çdo herë që shikoja djalin tim, duke fjetur i qetë, ndjeja se ja vlente. Ai meritonte një jetë dinjitoze, dhe unë do ta siguroja, me apo pa baban e tij. Nga kjo histori mësova disa gjëra që nuk do t'i harroj kurrë. Kur mos e mbështet lumturinë tënde te një njeri tjetër, sepse kur ai largohet, ti bie bota mbi kokë. Emigrimi nuk është gjithmonë shpëtim, shpesh sjell më shumë ndarje se bashkim. Sekretet shkatërrojnë gjithçka. Martesa e tij për letra ishte plagë që nuk u shërua kurrë. Forca e një nëne është e pamatë. E zbulova tek vetja një forcë që nuk e dija se e kisha. Kur djalit ju afrua mosha e kopshit, vendosa të mendoja më gjatë për të ardhmen. Fillova të kurseja pak nga pak, të menja kurse të vogla që mund të më ndihmonin të gjeja punë më të mirë. Nuk doja që jeta ime të mbetet gjithmonë në nivelin e mbijetesës. Edhe pse njerëzit prisnin të më shihnin të thyer, unë nuk doja t'u jepja këtë kënaqësi. Çdo ditë që kalonte e ndjeja se po bëhesha më e fortë, më e pavarur. Her pas here ai dërgonte ndonjë mesazh të shkurtër, më shumë për të treguar se ekzistonte. Nuk fliste për fëmijën, nuk fliste për mua. Ishte një kujtim i largët, që më sillte më shumë i dhërim se mall. Një ditë, pas shumë kohësh, më kërkoi falje. Tha se kishte gabuar,
se kishte menduar se po bënte gjën e dur për të pasur letra, se nuk më donte të më humbiste. Por ajo fjalë nuk më preku më. Nuk isha më ajo grua që qante natën pas nate për të. Tani isha dikush që kishte mësuar të ecte vetëm. Ndonë se jeta ime mori një kthes që nuk e prisja. Nuk lash kur të shuhet një shpresë, që djali im të rrite me dashuri, edhe pse jo me dy prindër. Vendosa të jem unë e dy fishta për të, edhe nën, edhe baba. Mbrëmjeve i lexoja prralla, i mësoja të jetë i fortë dhe i ndershëm, i them shpesh. Babi mund të jetë larg, por ti ke gjithmonë mamin këtu, dhe unë kur nuk do ta lë vetëm. Historia ime me të kishte marrë fund, por jeta ime jo. Në fakt, ndoshta aty filloi. U bëra një grua që nuk pret më, por vepron. Një nënë që e di se dashuria më e madhe në këtë botë është ajo për fëmijën. Një person që mes lodhëve dhe dhimbjes gjeti forcën të ngrihet sërish. Sepse burrat mund të largohen, por një nënë nuk largohet kurrë nga